Kam në një komunikim të drejtë për drejtë, tani siç mund ta shihni edhe në ekran aktorin dhe regjisorin e njohur, zotin Mevlan Shanaj. Mirëmbrëma, profesor Shanaj, faleminderit për kohën tuaj. Mirëmbrëma. Së pari ngushëllime si mik i të ndjerit Milkani dhe bashkëpunëtor i tij, në fakt si mësuat lajmin. Ka vetëm pak minuta, edhe ne si media jemi njohur me të. Së pari shpreh ngushëllime familjarëve dhe miqve të shumë që kishte Pyro Milkani, po ndërkohë Pyro ishte një njeri aq i njohur dhe aq fisnik dhe i jashtëzakonshëm në komunikim, kush e di se sa të njohur e ndjejnë sonte këtë trishtim për ikjen e Pyro Milkani. Isha në kontakt me Enon dhe mëra vonë dhe kështu që pritesh, kjo ishte një gjendje jo të mirë. Ju u qova në kronik, folet për kontributin e Pyros. Do të them përveç në bashkëpunime me Pyron. Kam qenë, është e jeshtë, njohja me ta që kur isha student, na jepte leksione, një djalë i ri sa kisha ka shtetit për të ndihmë. Po Pyro ishte i ditur, nuk ishte në fushën e ekranit, kinema. Njeri me shumë kulturë, i ditur, i shtruar, me një ëmbëlsi, me të rralla, një qytetar i klasit të parë. Shqipërisë sot i ka ikur një qytetar, njeri civil, i ditur, dhe vendi jo nuk ka shumë njerëz ka të ditur si Pyro Milkani. Unë kam 2 bashkëpunime si aktor, tek ball për ball dhe Rëmera Serdi vetë. Po, klasën në përgjithësi që kam pasur me. Ishte një njeri që linte kolegët në bashkëpunëtor në studio. Dhe ndoshta është nga regjisorët më të mëdhenj, kam mispak të filma, po filmi i tij që nga të fundit ishte filmi Zonjës i ndërtuar në filme të dëntore dhe me një prag. Edhe filmi tjetër që ishte me Rëmera Serdi vetë, e ka militanti. Së fundmi, zoti Shanaj, çfarë thoshte? Mendimet e tij, nëse mund të rrëfeni diçka nga këto detaje në komunikimet tuaja që mund të keni patur. Pra, ne kemi mësuar që gjendja e tij shëndetësore nuk ka qenë fort e mirë dhe publikisht kemi parë që deri diku ka qenë fort i distancuar, apo jo? Ka mbi 15 vjet ai që nuk i ka ecur mirë, bile një herë qëndroi aq e rëndë, kështu spontanisht, aksidentalisht, hyri për diçka tjetër dhe kaloi në gjendje kome disa muaj, rreth 7-8 muaj në Prag. Nuk i ka ecur shëndeti, po mendimi ka qenë i kthjellët. Para disa kohësh promovoi edhe një libër, shkruajti një libër që tani sfundet dhe ju botuan në Spanjë. Afërsisht titullit të vërteta të pabesueshme, diçka e tillë. Ishte burr i kulturuar, burr i ditur, burr social. Me kontribute të mëdha ka ardhur në ekran si mjeshtër i kamerës, i studiuar në Prag, por shumë shpejt kaloi në regjisor dhe ka bërë filma pafund. Në publik ka pasur sukses këto filmat me komedi, që si është Zonja nga qyteti, Shoqja nga fshati, por në të vërtetë ka pas shtrije të gjerë në kinematografi. Filma dramatik, filma të luftës, filma social, shoqëror. Njeri i angazhuar në jetën sociale. Dhe bëja humor, thësha, si ka mundësi se kohë fundit duhet bëja montazh financiar për të siguruar mbijetesën në këtyre projekteve. Po. Edhe i thësha më Pyro, si, çfarë thua, si ka mundësi, se ishin edhe kolegë. Domethënë, edhe, si ka mundësi, çfarë thua që ti siguron mbështetje? Më thashë, asgjë, ja kështu, ja u tregoj, edhe kishte mënyrën e tij shumë sugjestionuese. Ika e Pyros është një humbje kombëtare. Duhet jemi të ndërgjegjshëm. Humbje kombëtare si krijues, si regjisor, po mbi të gjitha si njeri.
Duke marrë parasysh dhe orën, zoti Shana, edhe për të mos ju marrë më shumë kohë, e keni të lehtë të sillni një moment që është i ngulur thellë në memorien tuaj, në marrëdhënien me të, përmendet pak më parë hapat tuaja të para të karrierës dhe nisjen e kinematografisë? Tani pushime, unë në vetë rri në Pogadec, edhe Pirua vinte atje në Pogadec. Dhe i kam vitet e fundit kalonim, si të thuash, në shoqëri të njëri tjetrit, bashkë me bebin, Margarita Kristini e shoh. Po ja, humori që bën, po themi kështu. Dikur, thoshte Pirua, dikur thoshin është ai Pirua, burri Margaritës. Ose tash ti unë arrit. Po, kjo Margarita, goja e Pirës. Kishte humor Pirua. Edhe në çdo takim, bisedat janë të përgjithshme sociale, asnjëherë biseda bosh. Kjo kujtimi, domethënë impresioni edhe të mbetet nga Piero Milkani është njëri i kulturuar. Njëri i ditur. Ju falenderoj shumë, zoti Shanaj. Edhe njerë ngushëllimet më të përzemërta. Është humbi kombëtar. Faleminderit për kohën edhe njerë.